Shoqëri Myrtollari. Doktor, përshëndetje. Euro po prek nivele gjithnjë e më të ulta dhe kursimet e shqiptarëve, veçanërisht ato të emigrantëve, po zhvlerësohen si kripa në ujë. Çfarë duhet bërë menjëherë për ta përmirësuar situatën? Cilat masa konkrete ekonomike, fiskale dhe monetare do ndërmarrë Partia Demokratike kur të vinë në pushtet për të mbrojtur kursimet, për të mbështetur eksportet dhe për të ringritur ekonominë? I dashur shoqëri, falenderoj për pyetjen. Kjo dëme të mërshme që ndodhë në Shqipëri me euro ka si shkak kryesor narko-eurot që futen në Shqipëri me gjemi, kontejner. Jo dini shoqëri që unë denoncova para 3 javësh shkarkimin e 3 kontejnerve plot me euro me vinç nga kesa shumë të mëdha dhe që shkuan në destinacionin e tyre pa u hyrë ferran kam. Këto narko-euro kanë hedhë për tokë euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo sa që vitin e kaluar Banka e Shqipërisë duke tentuar për një mbrojtje të ka bler 1 miliard euro. Imagjinoni sa lek janë hedhur në treg për të bler 1 miliard euro. Dhe euro jo vetëm që s'është zhvlerësuar, nuk është vlerësuar, por ka vazhduar zhvlerësimin dhe sot shkëmbehet me pavlerë sa asnjëherë me 93-94 lek. Kushti gjitha kushteve është vetëm një. Ndërprerja e të gjitha flukseve ilegale të parave në Shqipëri duke kontrolluar me rigorozitet çdo investim. Të garantoj se që në atë moment parat do të myken se i kanë fut në dhe, i kanë fut në tokë. Kjo është e vërteta. Por do kalben dhe myken aty dhe në treg nuk do të dalin dot. Por kjo është politik, shoqëri. Kjo është politik që ndjek qeveria. Prandaj dhe dërgoj ministrat dhe përfaqësues në Aruba. Sillni miliardat, të ndërtoni, të shkatroni me to qindra mijëra vende pune, sepse eksportet falimentojnë. Në qoftë se euro gjatë 10 viteve është zhvlerësuar me 32%, janë shumë të pakta ato eksporte që mund të operojnë, se nuk i kanë fitimin kaq. Pra, është ndrua në një piramidë ndërtimi, ku krahas ndërtimeve rriten çmimet, jo vetëm ndërtimit, po gjitha çmimet tjera, dhe Shqipëria në raport me tavrat e qytetarëve është qyteti Tirana, është qyteti i dytë më i kushtueshëm në Europë. Më i kushtueshëm në Europë. Kjo është ajo rezultati i politikës narkopolitikës e Edi Ramës. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.